Irani ka deklaruar se do të shënjestrojë sistemet bankare të lidhura me SBA-n dhe Izraelin në rajon. Paralajmërimin e bëri sot një zëdhënës i qendrës së Komandës së Bashkuar të Forcave të Armatosura iraniane, duke shtuar se kërcenimi vjen pas një sulmi kundër një banke iraniane. Ndërkohë, më parë, zëdhënësi i Forcave të Armatosura iraniane, Abolfazl Shekarçi, deklaroi se Teherani do të përgjigjet sulmeve të fundit amerikano-izraelite kundër zonave të populluara. Shekarçi u bëri thirrje gjithashtu vendeve të rajonit dhe muslimanëve që të tregojnë vendet e fshehta të SBA-s dhe sionistëve, në mënyrë që të maksimizohet saktësia dhe ndikimi i sulmeve iraniane dhe të minimizohet dëmi ndaj civilëve, të cilët, siç denoncoi ai, përdoren si mburoja njerëzore. Ndërkohë, Irani ka rifilluar sulmet ndaj disa vendeve të rajonit, duke deklaruar se ka nisur valën e 35 të operacioneve ushtarake. Raportohet se disa raketa janë lëshuar drejt vendeve të gjirit gjatë orëve të fundit.